Edhe këtë vit, qyteti ynë po përgatitet të ndizet nga atmosfera festive e Sweet December, një prej eventeve më të dashura për komunitetin dhe vizitorët. Ky edicion vjen me ndryshime të rëndësishme, jo vetëm në koncept, por edhe në lokacion, duke sjellë një hapësirë të re ku pritet të bashkohet tradita, muzika, gastronomia dhe argëtimi për të gjitha moshat. Organizata turistike ka punuar intensivisht për t'i dhënë qytetit një atmosferë sa më të ngrohtë dhe për të krijuar një ofertë që i përgjigjet pritshmërive të qytetarëve. Megjithatë, komentet dhe reagimet e tyre mbeten një element i rëndësishëm në zhvillimin e këtij projekti, ndaj këtë vit fokusi është edhe më i madh tek transparenca dhe përmirësimet e vazhdueshme. Një prej çështjeve që ka zgjuar më shumë interes është tenderi për vendosjen e shtëpizave, i cili çdo vit tërheq operator të shumt lokal. Afatet, kriteret dhe mënyra e organizimit të këtij procesi janë pjesë kyçe e suksesit të eventit. Pikërisht për këto tema, lokacioni i ri, buxheti, puna organizative, komentet e qytetarëve dhe procesi i tenderit, biseduam me drejtorin e organizatës turistike për të kuptuar më shumë se çfarë na pret këtë dhjetor dhe si po ndërtohet atmosfera e festave në qytetin ton. Atëherë, fillimisht, diku 2 muaj më parë, është formuar një komision nga organizata turistike dhe Komuna Ulqinit, ku së bashku kemi emëruar disa antarë të cilat edhe kanë shqyrtuar lokacionin, normalisht së bashku edhe me ne, sekretarët edhe unë si drejtor një organizatës turistike, dhe është vendosur këtë radhë, do thotë që Sweet December, do thotë viti i 4 me rresht që organizohet, të bëhet pak më ndryshe. Do thotë të jemi në këtë pjesën e bulevardit Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në pjesën e djathtë, që quajmë kështu, në anën e komunës, ku do të bllokohet gjithë ajo rrugë deri tek rrethi, që nga pjesa e shkollës muzikës, dhe përse është ky lokacion në pyetje, duke patur parasysh se punimet janë në rrugën përtej hotelit Mediteran, janë po ashtu punimet janë aktive për momentin, po ashtu edhe në pjesën e Meterizit, gjithashtu që janë punimet aktive për momentin, mendojmë se është ndoshta pak më vështirë që të arrihet tek pika apo tek plazhi i vogël siç është organizuar vitet më parë, dhe në këtë rast po ashtu ndoshta mund të themi një përparësi që mund të jetë, pasi që kjo rrugë do të jetë e bllokuar gjatë 23 dhjetorit deri me 7 janar, dhe ato shtëpiza që kanë konkuruar që do t'i marrin ato shtëpiza, ato do të kenë mundësi që të punojnë, do të thotë që nga mëngjesi deri në orët e vona apo deri në 12 ora. Dhe aty normalisht është paraparë vendi pak më i gjerë, është paraparë që po ashtu edhe të ketë aktivitetet për fëmijë. Diku më parë kemi pasur shtëpiza më pak, tani ka mundësi që të kemi më shumë, edhe aktivitetet e fëmijëve si një karosel dhe disa lodra të tjera të cilat ato mund të argëtohen gjatë gjithë këtyre ditëve që kemi Sweet December. Programi Sweet December këtë vit është konceptuar për të sjellë një atmosferë edhe më dinamike dhe gjithëpërfshirëse. Drejtori i organizatës turistike theksoi se programi do të shtrihet gjatë gjithë muajit me aktivitete të ndryshme për fëmijë dhe të rritur, koncerte, performanca artistike dhe mbrëmje festive. Programi festiv do të hapet me koncertin e këngëtarit, të themi kështu të njohur në region, që është Mirza Selimović, si dhe performancat e institucioneve shkollore të qytetit. Gjatë gjithë periudhës manifestimit, pothuajse çdo mbrëmje do të sjellë disa koncerte me emra të mëdhenj të estradës rajonale, do të thotë siç është Elita 5, që është me 24 dhjetor, me 25 dhjetor janë grupi Fisnikët, me 29 dhjetor është Angela Peristeli bashkë me Sinan Vllazalion, është Tropico Band me 7 janar, dhe normalisht që një event të posaçëm këtu janë edhe të gjithë, do të thotë këngëtarët, një pjesë e madhe të këngëtarëve të qytetit ton, ku do të jenë performues gjatë gjithë Sweet Decembrit, dhe normalisht një pjesë të rëndësishme ja kemi dhënë edhe aktivitetet dhe evenimentet të dedikuara fëmijëve, ku me 26 dhjetor do të mbahet festivali i këngës për fëmijë, i cili për herë të parë do të bëhet në pjesën e Sweet Decembrit dhe do të jetë në të hapur. Dhe me 27 dhjetor fëmijët do të kenë mundësi po ashtu të marrin pjesë në aktivitete të shumta dhe të takohen me babagjyshin e vitit të ri. Me 30 dhjetor do të organizohet viti i ri për fëmijë, së bashku me shkollën e muzikës Ulqinit, do të kemi një performancë me një këngëtare po ashtu të njohur Leontina, e cila bën aktivitetet
të posaçme për fëmijë dhe normalisht aktivitetet e tjera ndoshta kemi përmendur edhe më herët, do të ketë edhe disa lodër për fëmijë apo një karosel i cili do të jetë i përfshirë të themi kështu në këtë pjesën e fëmijëve ku ato do të kenë edhe një kënd i posaçëm do të jetë për fotografimin apo argëtimin e tyre apo siç e them më herët takimin me babagjishin. Sa i përket komenteve të qytetarëve, drejtori u shpreh se organizatat turistike ka marrë parasysh reagimet e tyre dhe se disa prej sugjerimeve do të reflektohen në këtë edicion të Sweet December. Mund të themi se normalisht, gjithmonë është një pjesë e mendimeve që mendojnë se nuk është mirë që të organizohet fare. Është një pjesë e mendimeve që thonë që është mirë të organizohet, është edhe një pjesë e mendimeve tjera që thonë edhe me datën 31 është mirë që diçka të organizohet. Mirë po, t'ju them të drejtën, do të thotë ne këtë vit, do të thotë normalisht që kemi parapar një buxhet dhe gjithë këto emra të cilat i kemi ftuar që janë në gjatë kohës gjatjes së decembrit, gjatë gjithë aktiviteteve, janë emra të shquar, sa i përket rajonit, sidomos disa nga to, dhe normalisht është fokusin të themi kështu kryesor e kemi në pjesën apo në festat e majit, sepse duhet parasysh sa i përket aktiviteteve tona, ku ne jemi si Ulqin, si destinacion i posaçëm, është pjesa e majit, ku edhe të ardhurat apo interesimet e turistëve janë më të mëdha në atë kohë, se sa në këtë kohë ku kemi konkurencën shumë të madhe sa i përket qyteteve të tjera. Duhet patur parasysh se me datën 31 dhjetor ne nuk kemi atë natë, do të thotë nuk kemi organizim të parapar. Jo vetëm këtë vit, por edhe vitet e kaluara nuk kemi pasur datën me 31. Kjo do të thotë se për datën konkurenca në Maltezi apo në Bregdetin e Malit të Zi, po ashtu edhe në pjesën tjetër në qoftë se shikojmë edhe Shkodrën, do të thotë është më e madhe dhe normalisht që fokusi jon si organizatë turistike së bashku me komunën është që në pjesën e majit, në mesin apo në pjesën e dytë të majit të organizohet një koncert madhështor ku me siguri do të kemi të themi kështu rezervime të ashtu quajtura apo intereset më të mëdha sa i përket hoteleve dhe afaristave tonë në qytetin tonë, ku do t'jenë edhe të ardhurat, ndoshta të themi më interesante dhe në atë kohë të gjithë Mali i Zi apo destinacione tjera nuk kanë argëtime të ndryshme ku ne planifikojmë të fokusohemi më tepër në atë periudhë. Lidhur me buxhetin, drejtori sqaroi se fondet për Sweet December janë planifikuar në bashkëpunim me komunën e Ulqinit dhe pjesa më e madhe shkon për programin artistik, dekorimet dhe logjistikën e eventit. Normalisht se së bashku me komunën e Ulqinit, do të thotë ne jemi partner në këtë, si në secilin, do të thotë manifestim dhe secilin aktivitet që jemi partner me komunën e Ulqinit, po ashtu edhe në këtë të themi manifestim, të parapara janë diku rreth 120 deri në 130.000, mendoj se ajo do të jetë ndoshta të themi kështu një pjesë mjaftueshme sa i përket komplet të thotë anës teknike, anës organizative dhe anës këngëtarëve. Do thotë kjo është një duhet pasur parasysh se me shikuar nëse shohim të themi kështu në qytetet e tjera të cilët organizojnë të radha, me siguri buxhetet janë 4 fish apo 5 fish më të mëdha se sa në qytetin tonë. Por se kjo është realiteti, do të thotë kaq janë të ardhurat, kaq është mundësia sa i përket organizatës turistike, kaq është bërë pagesa e kësaj taksës turistike që ishte të themi ndoshta shumë më e vogël se sa është planifikuar. Dhe normalisht atë taks normalisht që nuk e paguan qeradhënësi, por e paguan turisti, kurse qeradhënësi është ai vetëm që bën transferin. Drejtori theksoi se gjatë Sweet December, qyteti frekuentohet shumë nga turistët dhe numri i vizitorëve ndryshon varësisht nga programi muzikor dhe emrat e këngëtarëve të ftuar.
Po varësisht prej këngëtarëve, do të thotë pasi duhet pas parasysh që Ulqini është normalisht një pjesë e këngëtarëve që janë të njohur në pjesën e shqipfolsve, të themi kështu, apo në pjesën e Kosovës dhe Shqipërisë, kurse një pjesë tjetër nga Tivarje më tepër, kështu që varësisht prej netve ajo dallon. Por t'ju them edhe një herë, përsëris atë që fokusi jon më i madh do të jetë në pjesën e majit, ku do të jemi në pregaditjen e sezonit turistik dhe do të fillojmë me një koncert madhështor që mendoj që do të ketë një sukses shumë të madh dhe jam i sigurt sepse jam i sigurt që rezervimet do të bëhen në kohë dhe marketingu do të bëhet në kohë dhe mendoj se do të kemi turistë, të themi kështu, jo vetëm nga rajoni, por edhe nga, të themi, shtetet e tjera evropiane. Sweet December po kthehet në një traditë të rëndësishme për qytetin e Ulqinit, duke sjellë gjallëri, vizitorë dhe një atmosferë festive që i bashkon të gjithë, me bashkëpunimin e komunës së Ulqinit, me program të pasur dhe organizim të përmirësuar, pritet që edhe këtë vit eventi të sjellë momente të bukura për qytetarët dhe turistët. Tani mbetet vetëm të presim fillimin e festave dhe të shijojmë magjinë që po përgatitet për të gjithë ne.